Okej, madje janarin e kanë shumë të mirë se gjithë planetët janë në Bricjap, Afërdita, Marsi, Dielli, s'di që të themu Mërkuri, të gjithë janë aty, por kanë Jupiterin në opozit, dhe të kesh Jupiterin në opozit në Gafore do të thotë që ti nuk i ke gjërat në dorë. Mund të kesh shumë situata, mund të kesh talent, mund të kesh para, por nuk ke një privilegj që këto gjërat i bësh bashkë dhe të kesh ti sukses. Suksesi varet nga të tjerët. Dhe suksesi për Bricjapët do varet nga të tjerë të paktën deri në qershor. Kështu që duhet kem kujdes me kë bashkëpunojnë, me këtë lidhen, kujt i besojnë, sepse këta që janë përballë mund të jenë miq, po mund të jenë dhe kundërshtar. Kështu që nuk përjashtojnë dhe problemet ligjore për Bricjap që mund të kenë një jetë shumë të rëndësishme. Pastaj Saturni tyre futet në dash, kjo do të thotë që do merren shumë me çështjet familjare, por të futet Saturni në dash nuk është pozicionin e tij më të mirë. Kështu që çështjet familjare për 2 vjet për Bricjapët kanë një tendencë të errësohen pak, ose të marrin një shtrëngim. Pra të mos ndjen shumë të lumtur, ose të kenë punë shumë për të bërë dhe nuk mund të themi që nëse do duan një shtëpi do ta blejnë kollaj. Ose nëse do duan të rregullojnë një marrëdhënie me prindrit do ta gjejnë kollaj, ose mund të detyrohen të përkushtohen shumë prindërve. Pra do jenë disi të stresuar. Megjithatë, themi që pastaj me futjen e Jupiterit në Luan do merren shumë me çështjet ekonomike dhe ekonomia do jetë ajo që këta do përfitojnë shumë ose do marrin shumë nga bashkëpunimet e ndryshme, por nga qershori e tutje. Deri në qershor gjërat janë pak me kod të kuq. Dhe shkojmë tek ujorët, të cilët më dëgjuan mirë, janë një nga shenjat e arit që do vendosin ekuilibrat me Plutonin që kanë në shenjën e tyre, askush nuk mund të bëj gam kot, as të fryhet, as të bëhet euforik, qoftë luanët, qoftë shegjetarët. Sidomos luanët, sado që luanëve të futet Jupiteri në shenjën e tyre në fund të qershorit, është ujori përballë me Plutonin dhe është Plutoni që vë rregullat e lojës. Dhe përderisa vë rregullat e lojës, shumë ujore kanë ndier këtë dhe mendojnë që janë ata të privilegjuar për të vendosur rregullat e lojës te të tjerë. Kështu që do ta ndjejnë këtë eufori, megjithëse Jupiterin do ta kenë përballë në opozit. Por duke pasur këtë eufori të tyre, unë mendoj që shumë gjëra do varen nga këta, qoftë një bashkëpunim, qoftë një martesë. Nuk mund ta përjashtoj faktin që do jetë vit martesësh dhe për ujorët, sidomos mbas qershorit të tutje, vit përgjegjësish, vit bashkëpunimesh të mëdha, por vit edhe revolucionesh të mëdha për ata që duan të përmbysin disa kauza ose duan të luftojnë për disa kauza dhe të përmbysin njerëz të cilët dalin kundër kauzave të tyre. Qofshin këto kauza personale, qofshin këto kauza sociale. Kështu që presim rilindjen e një leadershipi të fuqishëm në shenjën e ujorit, mbas qershorit e tutje, ose që në bashkëpunim me ujorët, idetë që japin ujorët të kemi një tip revolucioni i cili do ndryshoj shumë gjëra në marrëdhëniet ndërkombëtare. Megjithatë, në marrëdhëniet personale kemi bashkëpunime të fuqishme dhe martesa. Plus Neptuni dhe Saturni në shenjën e dashit janë në aleat të mirë me ujorin, kështu që do kemi edhe diskutime dhe ide fantastike që do dalin nga ujorët që janë tipa që janë pak në pararoj, sepse i parashikojnë dhe i parandjejnë gjërat shumë se njerëzit e tjerë, prandaj janë edhe prototipët e të gjitha shenjave. Nga ana ekonomike do ecin mirë, por kujdes deri në mes të shkurtit. Pastaj gjërat fillojnë edhe fuqizohen dhe marrin drejtime pozitive dhe shkojmë te Peshqit. Më në fund arritëm te Peshqit. Peshqit janë të favorizuar gjysmën e parë të vitit se kanë Jupiterin në Gafore dhe janë një nga shenjat që janë më të favorizuara në dashuri të paktën deri në qershor. Kështu që kjo që u them unë duhet mbajtur mirë mend nga ju vat në vesh, nëse keni tentativa, dëshira, mund të thoni kam punë, po nuk u përkushtua tash në një çështje erotike, kjo gjë mund t'ju rikthehet mas 12 vjetësh. Kështu që shikojeni mirë mundësinë e një lidhje të mirë, një bashkëpunimi të mirë me një partner për një ngritjen e tuaj emocionale ose ngritjen e talenteve tuaj, por është periudhë e mirë për fëmijë, për të vendosur dhe për fëmijë. Kështu që çdo gjë që krijoni ju është e favorizueshme të paktën deri në qershor. Plus dhe deri në mes shkurti Saturni është në shenjën tuaj, kjo ka një shije të hidhur deri diku, sepse është Saturni më i fortë se sa e mundet delikatesa e një peshku të pranoj, por megjithatë Saturni vë disa
ligje do hiki Saturni nga mesi i shkurtit dhe do çliroheni edhe nga Saturni, por do merreni me çështjet ekonomike. Gjithë viti 2026 është tipik ekonomik për ju, edhe Saturni në Peshk, edhe Neptuni në Peshk, dhe mund të flasim që aty do futet pjesa më e fuqishme e lojës tuaj. Pastaj Jupiteri në Luan nga qeshori e tutje nuk do të thotë shumë për ju, do merreni shumë me çështje pune, për ditëshmërie, po dielli nuk do ndriçojë në një pozicion shumë të madh. Pra ju do punoni, por dielli juaj nuk do ndriçojë aq shumë, ose siç është ajo fjala, shumë po ndrin ky diell dhe pak po ngro. Kështu që unë nuk është se jam shumë optimiste për 6 mujorin e dytë në shenjën tuaj. Por të paktën jam optimiste për vijshmërinë e gjithë vitit që po të